Në stadiumin e qytetit në Tetov, ekipi i Shkëndijës regjistroi fitoren e 8 sezonale, kësaj radhe mundi ekipin Makedonia Gjorgje Petrov me rezultatin 7-2. Kujtojmë se skuadra mysafire shkakui problemeve të brendshme në këtë ndeshje në fushë zbritën me lojtarët e rinj. Autor të golave ishin Adem Azari 2 gola, ndërsa Florent Ramadani, Enes Melici, Fiton Ademi, Egzon Belica dhe Liridon Latifi shënuan nga 1 gol. Për ekipin mysafir shënuan Almin Etemi dhe Omar Sulejmani. Me 3 pikët e sotme, Shkëndija vazhdon të mbetet në pozitën e 3 me 27 pikë dhe me një ndeshje më pak. Autori 2 golave në këtë ndeshje, Adem Azari, deklaroi se ndihet i lumtur për 2 golat e parë në këtë kampionat. Ishte fitore e rëndësishme të cilën me patjetër duheshte ta fitonim. Po ashtu i lumtur edhe për 2 golet pasi janë të parët në kampionat për mua, por pak rëndësi ka kjo. Më e rëndësishme në këtë moment janë 3 pikët të cilat duhet i marrim në çdo ndeshje. Po sot në Kratov, Sileksi mundi Shkupin me rezultatin 5-1. Në ndeshjet e kësaj jave që u zhvilluan të shtunën dhe të dielën, u regjistruan këto rezultate: Bashkimi Rabotniçki 2-1, Struga Trimlu Arsimi 4-0, Vardari Tikveshi 3-1 dhe Pelisteri apo Brera 1-0. Pas kompletimit të javës së 13, tabelën e kryeson Vardari me 33 pikë, para Struga Trimlu me 32 dhe Shkëndija me 27 pikë dhe 1 ndeshje më pak. Për shkak të obligimeve të reprezentacionit për 2 ndeshjet e nëntorit, Liga e parë do të ketë pauzë disa ditore.